gjithë dhe mirë se vini tek Ferma VIP. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjejmë, kudo ku jeni duke ndjekur sot. Ferma VIP, programi që ka pasionuar të madhe të vogël dhe që sidomos gjatë këtyre ditëve ka shkaktuar një zhurmë të madhe dhe ndjeshmëri të veçantë në rrjet dhe kudo tjetër, jo vetëm në rrjet, po në çdo ambient ku flitet për ata, për fermerët tanë, qendra e vëmendjes, kryefjala e këtyre ditëve. Faleminderit publikut, ju ftoj të uleni. Faleminderit Angel Çkira, Armal Mamaqi, Armina Mevlani që janë me ne sonte. Opinionistët tanë, do të kemi shumë për të sqaruar. Do kemi shumë për të sqaruar, për të diskutuar, për të vendosur pikat mbi i. Sonte në një maraton të gjatë televizive, sepse ndodhit kanë qenë të shumta, tensionet akoma më të shumta, dhe ju e keni parë, ky vërtet është një reality, dhe ashtu si në jetën reale, fatkeqësisht nuk ka gjithmonë gjëra të bukura. Ka edhe momente të cilat ja vlen fillimisht të diskutohen, dhe pastaj ndaj të cilave duhet mbajtur edhe qëndrim. Dhe sot, Ferma VIP ka vendosur që ta bëj këtë gjë. Por, le t'i marrim gjërat me radhë, fillimisht më lejoni t'ju kujtoj televotimin e hapur, votohet gjithmonë në voto.vizionplus.tv. Vazhdoni, votoni dhe për pak qaste dhe për pak minuta, sepse shumë shpejt do t'a mbyllim televotimin për të mësuar se kush do të largohet sonte nga ferma jonë. Unë doja të shkoja me një herë atje për t'i përshëndetur se e shoh që janë të gjithë gati dhe përqendrojnë në heshtje se presin përshëndetje. Yje, mirëmbrëma! Mirëmbrëma Ferma. Mirëmbrëma Arbana. Mirëmbrëma. Pati u shoh pak, i shikoj djemt që kanë teje të relaksuar në luk sot, se natyrisht nuk kanë patur për kujdesjen që vjen zakonisht nga jashtë, ndërsa vajzat prisni pak, dukeni shumë bukur, si për vetë, që i keni stiluar dhe qepur, dukeni shumë mirë. Komplimente! Komplimente. E si ishte kjo si eksperiencë, të kryosh vetë veshjet e tua? Katastrofë. Se? Për ne qunat ishte shumë e mirë se netëm ja 6 orë pagocat. Albona, Unë sigurova bezë, i qepa gjepin jakës, arnova një 2 gjëra që më duheshin, drova dhe një kops, u knaqa. Dhe roba qepë se ja vendosi mos punoj më. Jo, dukeni shumë mirë, unë nuk e di se sa realisht keni patur ndim dhe sa e keni dalë vetë, po pash Fabiolën që ja dilte shumë mirë me makinën qepse, pash gozat impenjuara. e kanë qepë me dorë, në fakt, po. Shiko, është një gjë që të kthehen pas në fëmijëri, ne që jemi goca, kthehemi tek veshjet e kukullave dikur edhe pse është aktiviteti bukur. Tani unë e di që ndoshta ato veshjet tuaja të bukura të shtrenjta ju mungojnë ta ditë. Na mungojnë shumë. Shumë. Po e Soni në zbër një dorë njëri. Soni, ishtu shkon të delet. Soni një dorë njëri e shkreta. Më intimidon ta shikoj njerë. Jo, dukeni shumë mirë. Si kam të rrezikuarit edhe si po e presin këtë televotimin sonte? Qetë? Karo qetësi, Arbona. Karon qetësi? Me thënë drejtën, vetëm qetësi nuk është dukur ferma gjatë këtyre ditëve, përkundrazi. Duket sikur ka rënë flaka këto ditë. Valla. Jo, qetë s'keni qënë. Më sakt, le themi që qetë ka qënë një pjesë dhe zjarë ka qënë pjesa tjetër. Ju e dini që nuk janë dy kanale në YouTube, edhe njëri kanal ka patur Fakirin dhe pjesa tjetër ka qënë tek ferma. Nuk dua t'ju a them shifrat se ndoshta nuk ju bëjnë mirë, po besoj që është kuptuar shumë mirë se kush bën zhurmë në fermë. Ka problem, ne kemi bërë gjumë shumë të rahatshëm, Arbana. Si? Ne gjithësi kemi bërë gjumë shumë të rahatshëm. Shumë të rahatshëm, patjetër. Pse mos flini ju ta bëni Kemi gjumin e ndryshuar rahatshëm? edhe A thua se mos krevate? jeni në ndonjë reality show? Ju përshefin tua jeni. Jo, unë nuk besoj se nuk keni ankesat pakën për mua. Se mos jap gaz.
Merreni shtruar qetë, s'kemi edhe 2 muaj kemi, s'kemi edhe... Atëherë, do doja që të vinin me mua ju lutem, brënda tek ferma, 3 prej jush, do doja të vinte Moza, Ola dhe Gresa. E janë ju lutem? Ku? Brënda në fermë, brënda tek shtëpia, atje në living room, në dhomën e ndënjes. Te ferma? Okej. Teksa vinë vajzat, mbyllin një moment lidhjen me fermën, sepse dua t'i shpjegoj pak publikut se për çfarë do të flasim me këto 3 fermere. Atëherë, siç ju thash, si një vendim i Agajt, si pasojë një vendimi të Agajt, disa nga fermerët tanë, 7 prej tyre janë detyruar që të qëndrojnë për gati 48 orë të izoluar brënda tek fakiri i famshëm. Në 10 metra katror, 7 persona duket se nuk kanë bashkjetuar në mënyrë të paqët. Përkundrazi, diskutimet, ngacmimet, presionet kanë qenë të vazhdueshme mes tyre dhe jashtë tyre, sepse natyrisht është diskutuar edhe nga pjesa tjetër e fermerëve, po është diskutuar shumë gjithçka që ka ndodhur brenda ato ditë tek fakiri, edhe jashtë, edhe në rrjet. Do të flasim me të 3 vajzat, edhe me Mozën, edhe me Olën, që po shkojnë dhe janë nisur tani për tek ferma, të izoluar nga fermerët e tjerë në mënyrë që mos krijohet kakofoni, sepse është një diskutim delikat, pikërisht për një situatë që në fakt është komentuar gjatë këtyre ditëve edhe brënda në fermë. Një situatë që ka të bëj me përdorimin e fjalëve të caktuara, të cilat ndoshta në përdorime të ndryshme kanë kanotacione të ndryshme. Por do ta diskutojmë një herë me fermerët tona dhe pastaj do ta komentojmë edhe me opinionistët përdorimin e një fjale për cilën me thënë të drejtën unë nuk jam fare krenare që do duhet ta diskutojmë sonte. Por ky është një reality dhe siç u thashë në fillim, reality nuk ka vetëm argëtim e gjëra të bukura, por ka edhe momente delikate, ka edhe tension, ka edhe presionin e izolimit, ka edhe lojë e manipulim. Të shohim se çfarë ka në fakt kjo situatë, më së shumti nga të gjitha këto që përmenda, ju lutem më mundsoni lidhjen me fermerët, se i shikoj tani që janë rehatuar. Atëherë më dëgjoni goca? Po. Okej. Po i tregoja pak publikut përmbajtjen e klipit që do të shohim, me pak fjalë është një situatë që ka nisur me njëherë pas izolimit tuaj tek fakiri. Sapo Agaj ka marrë vendimin që ju të shkoni atje, keni filluar, do ta shohim dhe do ta diskutojmë bashkë se kush ka filluar e para, një seri hidhe prit me njëra tjetrën, një seri nuk dua t'i quaj sulmesh, por ngacmimesh mes jush, që pastaj kanë çuar dhe kanë përshkallëzuar në një fjalor jo fort korrekt. Por duhet të flasim bashkë dhe të kuptojmë se si ka ndodhur gjithçka dhe pse keni reaguar në këtë mënyrë. E shohim të klip dhe pastaj e komentojmë. Agaj ka vendosur se do të qëndrojnë me ty. Te fakiri, deri në një komunikim të dytë. Moza ka rastin me flit me bujakën. O me bujakën o me Adionin. Nuk përballonte dot faktin që qoftë edhe 2 veta tjerë mund të krijonin një figurë afiniteti. Ore, se po ju duroj shumë ju. Ta tregoj unë kur të hinë në mes. Gresa u shastis. Në Ola hini shumë keq edhe u mërzit shumë. Nuk është hera e parë që bëj sikur si dëgjoj ato provokimet e saj. I duket vetja interesant. Po thua Moza. Moza po xhelozon që ja ke nxon vendin të Adi. Ai do dhe ti një kështu. Adi është shumë më afër meje, sepse unë e ndihmoj atë që të shprehet, ajo se bën dot, bën kullën. Moza, gjithë akumulim që ka pas për mua, e ka nxjerr me atë fjalën. Me më thonë nuk ku, edhe asë më smiro për shmën për atë farë pune, morë i ku. Po talëshin po qeshnin me mua, po t'ishte për t'i thonë atë fjallën që duhem të kuptojnë këto. Unë i kisha thonë atë fjallë se unë s'fa përtoj. Unë ja thash me për këdheli. Ju bëj si që ka bo nona ju bëj. Jo, zgjidhe edhe këtej. Edhe këtej. Ju gjveshi gjithve këtu nudok. Ju gjveshi gjithve këtu nudok. Ne atë po presim.
Ndeshim me zhveshme, se idiote. Mja deshu në vojzat asaj? Boja gjoja si kur doja hiqja, të mbafmet. Ajo i të rishte, unë ishte një skenë shumë gazmore, shumë e bukur, prap dun ta kapitalizoj. Ka një prap, ka një non, më. A imagino këtë gjo apo jo? E vogël, do i thu vajzës tone. Fundin që tani, marrja zotit. Adi është i rritur, nuk di çfarë bëj, të hiqet i vogël, ti përshtatet formatit asaj, apo të jeti rritur siç është, të përshtatet formatit tim. Veç duhet me konë femën, veç femën duhet me konë. Ndryshe me konë moshkullin e di qysh mjena mas në. Sa kam fajin unë që vje Adi më puzë mua gjithë ditën. Ai bëhet, ai që është me mua, nuk është në rol, që do bëj detyrën, do bëj të fejumi. Shkon lidhe dhe kaq. Edhe kur Adi më tha që të kam xhan, kjo tha, merru me 60 vjeçare. Ai ka trashë. A je çift i lumtur ti tash ti, apo po merresh me një grua që është jashtë lojës sate shpirtërore. Se kam vajzë vetë me një gjujt person tjetër, ka vendajnë 4 copën. Moza më ke qelë, më ke zhvesh, më ke qa. Po, mirë të ambo edhe me pak i keq. Po kuptoj. Po ti je shumë inocente, ti s'kupton ti. Po i fjalorin dhe analizoni. Jo kuta ju analizojni gjitha. Moza gjithmonë gjen interpretimet e saj duke justifikuar vetveten. Nuk mund të bësh pik ti duke denigru mua. Tjetra zhvesh, qkel, të shanë, të tim denigrove mu. Asaj vjen keq kur kënde përgjigje, se është mësu me kalu me muhabetin me një ha-ha-ha me mua jo.